Sot jemi mbledhur këto për një arsye të madhe dhe të drejtë, për të kërkuar drejtësi për Armënar Spahijon. Ai po e vuan ata për shkak se është mbajtur në mënyrë pa drejtë, po thotë se mbi këtë çështje janë ndërzuar gjithçka që ka qenë e nevojshme me u ndërzu, që dokumentet edhe gjithçka tjetër ka qenë rregull, është dëshmu që ai nuk ka qenë atë në policinë e Kosovës edhe gjithçka tjetër që ka qenë e nevojshme. Në këto momente në sheshin Skënderbeu në Prishtinë po mbahet protestë për lirimin e ish-pjesëtarit të njësisë speciale operative të Kosovës, i cili po mbahet padrejtisht në burgjet e Serbisë. Spahiu ishte arrestuar në pikën kufitare në Horgosh nga autoritetet serbe, teksa po udhëtonte me familje me autobus nga Austria për në Kosovë. Përgjatë këtyre 4 muajve të cilat Arbënori është duke i kaluar në burgjet e Serbisë, familjarët e tij janë takuar dhe tregojnë se nuk ka lëndime fizike, ndërsa gjendja psiqike e tij është rënduar tejmase. sa i përket maltretime fizike nuk ka pasur. Sjellja ka qenë korrekte. Ai po e vuan ata për shkak se është mbajtur në mënyrë pa drejtë, po thotë se në policinë e Kosovës e kalon me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022-ën. Sa ky akuzohet për rastin i cili ka ndodhur në 24 shtator 2023-s, sepse kjo është një padrejtësi e madhe që po i bëhet Arbënorit dhe shumë gjëve të tjerë tonë që po i bëhen. Dhe ne kishim kërkuar për organizata ndërkombëtare, sidomos to për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe ambasadave të shteteve tuaja që të reagojnë më tepër. Arbënori, një ish polic i ndershëm dhe i përkushtuar ndaj shërbimit të ligjit dhe sigurisë së qytetarëve, sot ndodhet padrejtësisht në burg në Serbi, i privuar nga liria dhe i ndarë nga familja e tij. Prania jonë këto është më shumë se një mbështetje simbolike. Ajo është dëshmi se padrejtësia nuk mund të mbulohet me heshtje. Ne jemi këto për të ngritur zërin e Arbënorit, për të thënë me vendosmëri se liria e tij është e drejtë themelore dhe se askush nuk mund të mbahet peng i padrejtësisë. Sot jemi mbledhur këto të bashkuar nga dhimbja, shqetësimi, por edhe vendosmëria jonë e përbashkët për të kërkuar drejtësi për Armënar Spahijon. Arbënori nuk është vetëm një emër, ai është biri një familjeje, shoku i një komuniteti, qytetari yni, një i ri i pafajshëm, i cili sot gjendet i privuar padrejtësisht nga liria. Sot nuk flasim vetëm për fatin e tij personal, por për një padrejtësi që na prek të gjithëve. Sepse kur një i pafajshëm bëhet në burg, liria e secilit prej nesh është e rrezikuar. Ky rast nuk është vetëm një çështje familjare, është një çështje njerëzore, kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një thirrje që na kujton se sa e brisht është liria dhe sa e shtrenjtë është drejtësia.